Edhe aty thuhet që janë marrë, edhe prej atij momenti asgjë s'kemi ditë. Kam menu që ka me ndodhur diçka me babin ose me axhallarët e mi. Po fund pagesën e mori mami. Ka folë me kojshit edhe ju ka tregu që letër njoftimat na i morën. Mami em atëherë ka qenë 35 vjeçare. Unë kam qenë 12 vjet e gjysëm kur është zhduk mami ajo me 16 prill është zhduk, unë në gosht i kam mbush 13 vjet. Ditëlindja ime e parë pata. Ku ke qenë ti në atë kohë? Çu ka ndodhur ngjarja? Ngjarja ka ndodhur në qytetin e Ferizajt. Ne kemi qenë fshatin e babit tim, aty kanë qenë ushtria e gjithë. Edhe ajo ka dalë me një gru të kushere një vend me ble gjana ushqimore për neve, të cilat veç kishin mbaru. Ne kishim shtëpinë edhe në Ferizaj, edhe i ka kry ato pazarët për neve, dhe kur ka dashur mu kthy në shtëpi, njerëz që kanë qëllu kalimtar të rastit i kanë pa që janë kidnapu, dikon ndalje të qytetit ku ka qenë aty një punkt i policisë edhe i ushtrisë serbe. Çu kujtojnë njerëz që e kanë pa? Çu kanë qenë ai punkt për shkruan apo? Ka qenë një ndërtesë oficerëve, edhe unë e kujtoj. Edhe aty ka qenë se pasi që ka bombardu NATO, më kujtohet aty kemi kalu për me shku në fshat. Edhe aty thuhet që janë marrë, edhe prej atij momenti asgjë s'kemi ditë, edhe unë e kam prit një tragjedi në familjen tem. Intuita em si fëmijë tankohen e ka ndjej që diçka ka me ndodhur. Për arsye që kanë qenë kërkem axhallarët e mi, babi em, jena njoft si familje, kena pas biznes në qytet, edhe tankon është mbyll biznesi prej inspektorave serb, ka pas bastisje në shtëpinë tonë her pas here. Do me thonë, na jemi kanë të jetu me një diçka që kemi prit, që ka me ndodhë. Unë gjithmonë kam menu që ka me ndodhë diçka me babin ose me axhallarët e mi. Po fund pagesën e mori mami. Shpjego ma pak që tutën. Pse je tut ma shumë për babën? Po jam tut se ushtria kanë ardhur, janë furnizu në shpetena, kanë ardhur, mami ka përgatitur ushqim për ta, kanë nejt. Kur po flet ushtria, vetëm Sarana, cila ushtri? Ushtria çlirimtare, UÇK-ja, kanë ardhur gjithmonë, janë furnizu të na, kanë hangër darkën aty, kanë marrë ushqimin, gjana, çka ju kanë dashur që babi jam i ka sjell, edhe gjithmonë ne si fëmijë e kemi pa që diçka s'është në rregull, se është ditë në momentin që ata e din policia serbe që dikush prej UÇK-s po vjen, është ditë që përfundan në atë kohë, 98-ën po flas, para se me bombardu NATO. Edhe gjithmonë tu e po fatin e familjeve tjera në Drenicë, çka po ndodh, edhe gjithmonë kemi nejt me qatë frikën. Unë për vete, një më kanë me një moshë që i kam kuptu gjanat shumë mirë, edhe ka qenë e frekshme, edhe gjyshja jam gjithmonë e ka ndje që diçka ka me ndodhë, se njerëz edhe kanë folë, edhe është në qytet. Gjithmonë na kanë thonë kojshit që shkaku i juv, po frigomi, po psojmë ne. Edhe e kam prit me një e kam ndje, jo që diçka ka me ndodhë. Edhe momentet që masi që ka bombardu NATO, kur kemi ikë në fshat, sa herë që ka pas konfrontime mes ushtrisë tonë dhe serbëve, na jemi bo gati me ikë, te nana jem, çka e kom pa një sen, gjithmonë, na jemi kanë me këpuca në bathën. Ajo i ka lanë gjithmonë si ma largë, edhe nuk është friguqa, që gjithmonë si fëmijë, kam thënë mathi, se nëse na i kom ti, derisa të mathësh, jetë mbrapa dhe s'mujna me të marrë. Kështu që sot, kur i kujtoj, e kam ndje që
diçka nuk ka me shku mirë deri në fund. Edhe çka ndodhën pas pak? Pas pak mami është u kidnapu bashkë me atë gruan tjetër. A i ka pa dikush atë? Po, i ka pa, i kam përcjell se ka shkuar te shtëpia, ka vizitu shtëpinë tonë, ka folë me kojshit edhe ju ka tregu që letër njoftimat na i morën në hyrje të qytetit ushtria, jo policia, na thanë kur ti përfundoni punë, kur të ktheni, ja u japun. Edhe ato janë nalë atë prapë, edhe që ato janë marrë. Po gjyshi jem ka shku të nesër në stacion policor, mi kërku që 2 gra nuk janë kthy në shtëpi. Përgjigja ty nuk kanë që ato janë në dorë të sigurta, sjellë djalin e merr nusën. Do me thonë, është kërku babi jam për mu liru nana jam. Këta ja ka thonë dikush gjyshit stacion policisë? Ka thonë inspektor i lartë në Nebojsha Gjorgjević. Edhe ai ton kohën ajo kanë që të farë konflikti me familjen tem. Ai sot punon Serbi, edhe familja ti kanë qenë në fshatin e Rëdime, në komunë Ferizajt, ai o njoft si inspektor i lartë këto, edhe ai ka thonë e sjell djalin, e lëshojna nusën. Mami jam atëherë ka qenë 35 vjeqare, edhe pastaj ushtria jonë babin nuk e kanë leju, kanë thonë është veç një mashtrim i tyre, sa me fut njerëz në mrena, sa ma shumë, nuk ekziston ajo. Ajo gruaja tjetër? Edhe ajo bashkë me ta. Po, ka pas njerëz që e kanë pa kidnapimin, që e kanë pa që ato janë nalat? Ka pas shumë fjalë, ka pas shumë teori, po është ditë është pranu që këto janë. Ka një stacion policor i improvizum, për arsye se në atë kohë ka një boshatisur stacioni policor për arsye të bombardimeve, edhe janë kanë me një kafene, me një podrom të stacionum policia, ku ka pa gjyshjem atë, ka pa horror, ka pa njerëz që akoson, njerëz që kanë kërku ndihmë, kanë kërku ujë, edhe ai gjyshi ka vdek edhe i tregoj ka ato skena që kur nuk ju kanë largu prej syve. Do me thonë, aty kanë qëndru. Ka njerëz që kanë thonë, jo, shkollë ekonomike, i kanë majt, i kanë maltretu shumë, i kina po në gjendje shumë të keqe, po unë e di përgjegjësin e nanës tem kush është, se e ka pranu që janë këto, ma sjell djalin, ta lëshoj nusën.